rëndësishme zgjedhjet e Zdjelës. Janë shumë të rëndësishme, sepse ato do të jenë testi që do të motet e do të shihet, pavarësisht se ekziston dallim, siç ka dëshmuar viti 2021, ekziston një dallim gjithmonë ndërmjet zgjedhjeve lokale dhe zgjedhjeve nacionale, por megjithatë transmetojnë një lloj mesazhi, transmetojnë një lloj sinjali se nga po shkon disponimi, nga cili është konfiguracioni elektoral. A do të mbështetet kjo retorikë politike? A do të mbështetet kjo retorikë? Ajo që mendoj unë politikisht që është për subjektet politike, sfida kryesore që është padyshim për lidhjen demokratike të Kosovës është Prishtina. Nëse eventualisht ndodh ndonjë tërmet politik dhe lidhja demokratike e Kosovës nuk mund ta qeverisë në tallme në Prishtinë. E ka jetike, kjo është goditje për establishmentin aktual dhe do shkaktoj trondje të jashtëzakonshme në lidhjen demokratike të Kosovës, sepse dihet historikisht LDK gjithmonë ka pasur tronditje politike kur e ka humbur Prishtinë. Ndërkohë, befasisht, Partia Demokratike e Kosovës, betejën kryesore e ka në Drenas. Nëse eventualisht Partia Demokratike e Kosovës e humb Drenasin nëpërmjet Petrit Hajdarit. Është shans për reformë në PDK? Nuk ka më kuptim. Është shans për reformë që Memli... Jo, nëse nuk ka më kuptim, që ai establishment i cili ka përgatitur këtë zëvendësim politik, këtë ndrim politik për të përjashtuar zotin Ladrovci për hir të Petrit Hajdarit, nuk ka kuptim politik të qëndrojë në krye të Partisë Demokratike. Zgjedhjet janë mesazh edhe për Memlin dhe Lumirin. Këtu PDK-ja sfidën e ka në Drenas. PDK-ja ka sfidën në Drenas, humbja e Petrit Hajdarit është humbje direkte kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, e kryetarit Partisë Demokratike të Kosovës, sepse po të humb dragash PDK-ja, nuk do të ishte humbje për Memlin Krasniqi. Jo, po është një bastion PDK. Dhe nëse ose po të humb në Kamenic Partia Demokratike e Kosovës, nuk do të ishte hataja për... Nuk paraqet lajm. Ja, nuk paraqet lajm që të... Lajm paraqet, por realisht po mirë, po humbja në Drenas është humbje komplet e asaj konjunkture që sot e drejton Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe nuk ka kuptim, PDK-ja nuk ka kuptim që të vazhdoj dy partita mund të ketë figurativisht po them rebelim kryengritje, kërkesë për llogaridhënie. Nëse në lidhjen demokratike të Kosovës, nëse lidhja demokratike e Kosovës e humb Prishtinën, LDK-ja çfarë sot e njohim nuk do të jetë pas 12 tetorit. Nëse Partia Demokratike e Kosovës e humb Drenasin, Partia Demokratike përfaqësuese që sot e njohim nuk do të jetë dhe nuk ka shansa të jetë, dhe s'ka kuptim të jetë e njëjta pas 12 tetorit. Se çfarë do të jenë ato, më të mira, më të këqija, ajo mbetet të shihet, por është alogjike, është e pa akceptueshme, është e pa pranueshme që të vazhdohet sikur nuk ka ndodhur asgjë. Këto janë dy vende që këto dy subjekte i marrin kreditet apo goditjet më të mëdha politike.